Syre na gjetim, jahu. E, po ju më së bëni gjithë kështu mua rrëth e rrotën se më vini siklet. Ju lutem lini t'jem serioz. A mund me ndojmë apo? Kur... Po ja futa kot. Dije mu ta them. Jemi dhe s'jemi, asgjë nuk kemi. O, sa ftohtë është. Okej, këtu jam drejt. Sa jeton një piranj? Sa të kryej emisionin e tij. 5 vite. 7 vjet. Nuk ngordh kur, edhe po ngordhi të lërë gjurmë pas. Ndoshta një dekad. 10 vite, 15 vite, 7-8. Nëse ushqehet një piranj, Me ato kokrat që e hedhun te akvariumi. Me peshë të tjerë. Bret kocka. Krimta Me insekte ndoshta. me peshë të tjerë. Çfarë të gjej? në cilat zona të globit jetojnë piranjat? Prit pyes ChatGPT-n. Oqean. Amerikë. Në Brazil, duket një lum aty. Në Amerikë një gore. Kneta, liçene, lumenj. Kudo? Amerikë, Latine. Se ne quhemi piranjat? Ta ashtu si piranjat e vërteta kafshojmë. Rruga se si zgjedh një piranj ta kryej misionin e tij, na bën ne të quhemi piranja. Sepse ne kafshojmë. Piranjat janë peshë që sulmojnë në grup, sepse kafshojmë, sepse dim të kafshojmë. Me një fjalit vetme, çfarë fëmije ke qenë? Rebel. Këmbgulës. Trazavaç, harakat që s'linde 2 gur bashkë. Mistrece. E shkacët. Mami im thot nëse do kisha 10 fëmijë të tjerë si ty do isha nëna më e lumtur në botë. Një fëmijë shumë i mbar. Tritol. Ke bullizuar? Kur? Pak. Pa e ditur që është bullizim, të njëjtën që na bëni dhe neve. Jo. Kam qenë shumë e dashur. Jo. Asnjëherë. Të kam bullizuar? Me sa mbaj mend jo? Jo. Shpesh herë. Po fëmijë me njëri tjetrin. Pak. Patjetër që po. Jo. Ke luajtur me makina dhe me armë? Sa të dush. Po. Jo. Vazhdoj të luaj me makina dhe me armë. Kam qenë gjithmonë majt temës. Jo shumë. Ke luajtur me kukulla? Jo. Jo. Sa katra ke marrë në shkollë? Nuk mbaj mend të kem marr 4. Kam qenë zënse e mirë. Vetëm një histori që ne i vuri gjithë klasës. Disa, Sigurt jam që në matematikë kam marrë. Ndoshta 3-4 herë. Një e mbaj mend sot e kësaj dite e kam marrë në teknologji informacionin vit ditë gjimnaz. Pafund. Cile ishte lënda që urreje? Matematika. Teknologjia e informacionit, fizika, matematika. kimi. Fizikën. Matematika. Cile ishte zysha që urreje? Apo kjo e kësaj lëndës? Ka lidhje me lëndën. Kjo historisë. Se më rraf ke profesori pas një arsye. Kjo e kimis, se ma kanë nxjerr. Po s'mund të them, s'flas dot. Zysha e fizikës. Cila është prapësia që mban mend të kesh bërë në shkollë? Kaloja murin, telat, edhe njoftohesh prindi gjithmonë. Kam hedhur çantën nga kati i tretë për të mos më parë që po ikja nga shkolla. Kom bërë shumë. Kam dimundjen të klasës të vëm kapsol të tabela e zezë. Kam qenë gjithmonë studente shumë e rregullt. Mos vi një kod domethënë për të dukur interesante këtu. Një brav deri do e kem thyer. Po në shtëpi? Në një moment me nerva shkatrova gjithë shtëpinë. Rria vllajin, kur mante çokoladat. Ku bënim në shtëpinë, në shtëpi kishin frikë. Një thyrje tazi. Atletët i kom xhiros me speca të kuq. Ty janë një gjë kështu bambum. Pyesi mamin. Kam futur në sherr motrën me vllajin. E kujton djalin e parë që ke pëlqyer? Si jo. Jo. Nuk më kujtojnë. E përshëndet shumë. Po. E kujton vajzën e parë që ke pëlqyer? Jo. Po. Është i njëjti që ke puthur për herë të parë? Po, patjetër. Jo. E kam pusë dhe ato për herë të parë. Jo. Cili është statusi aktual sentimental? E martuar. Në kërkim dashurisë. Në një lidhje me piranjat. Në proces seleksionimi. Çfarë vlerëson tek vetja? Sinqeritetin dhe vendosshmërinë. Guxime. Karakterin. Emrin tim. Durimin, karakterin e fortë mendoj. Që bëj shumë për njerëzit. Ndjeshmërinë. Çfarë urren tek vetja? Nervat. Ndonjëherë jam më ndjeshme se ç'duhet. E urrej vonesën. Ndjeshmërinë. E kritikoj veten më shumë se ç'duhet. Që jam shumë emocional. Që fal shumë shpejt dhe bëj prap shumë për njerëzit dhe nuk marr asgjë në këmbim. Çfarë është televizioni për ty? Janë të reprekshme. Një mjet për të zgjidhur gjëra. Është bërë pjesë e jetës time. Një dritare shumë e mirë për të komunikuar me njerëz. Që ti të shfaqesh veten tënde, por edhe me aftësitë që ke të ndihmosh të tjerët. Ëndra e fëmirisë. Gjithçka. Diçka që më ushqen shpirtin. Me një fjali të vetme, çfarë nuk shkon me emisione televizive në Shqipëri? Show, klikime. I jepet shumë rëndësi banalitetit, dhumit global. Tani të rëndisim, mbarojmë nesër. Mos informimi, mos edukimi. Ftojnë në studio persona që nuk duhen ftuar. Ekziston ajo shpreha e gjella që do populli. Po krijohen shumë emisione të cilat janë degraduese dhe mbi gjitha krijohen vetëm për klikime. A paguhesh për punën që bën? Po, paguhen. Po. Unë shpërblena shumë mirë për mundin që e bëj. Po. Çfarë bën me rrogën? Një pjesë e kursej, një pjesë ndihmoj familjen time, çfarë më ngelet për veten time. Ustoj, hiking, Rrogën e çojmë në shtëpi olla. rroba. Jam të i kursy, mja ble mamit një banes.
Çdo gjë që s'duhet të bëj. E shpenzoj për nevojat e mia personale. Sa lekë të mungojnë për të patur një muaj të qetë financiarisht? Tashi. Ndoshta s'do mjaftonin asnjëherë. Çka do që vjen ekstra është e mirë se ardha. Shumë. 3.000 euro. Më dalin boll. Nuk numërohen. Sa? Ç'të duhet ty se sa? I blive dhuratat për festat? Ende jo. Disa po, disa jam në kërkim. Akoma. Unë jam person që blej shumë dhurata, po çuditërisht nuk marr shumë dhurata. I kam bërë më duket vetëm besës deri më tani dhe askujt tjetër. Disa po, disa jo. Presim të marrim rrogën. Çfarë bën kur nuk je piranj? Marr malet. Jam një demantuese. Jetën time normale dhe pasionet e mia. Dali ke shtëpi flej gjumë. Dhe e shijoj çdo moment me mënyrën time. Lexoj ose shkruaj. Dali dhe flej gjumë. Pastroj shtëpinë, një ditë pushim. Kur ke thënë për herë të parë që do të bëhem gazetar? Kur kom qenë fëmijë, Në klasën e parë në festën e abetares. Në 2017. Kur kuptova se nuk mund të bëhem polic. Kur kam nisur të studioj për gazetari. Kam thënë do bëhem, shpresoj të bëhem edhe u bëra. 9 vjeç dhe shikoja lajmet, mbaja mend çfarë thoshte speakeri dhe unë i përsërisja. Kur ke thënë për herë të parë që do bëhem piranj? Kur kam ardhur këtu. kur ka ndodh një rast i dhunimit 11 vjeçares në Prishtinë, Kosovë, Kur më ftuat ju. Para një viti e gjys dhe me një shtysë shumë të rëndësishme. Mama ishte fanse e jashtëzakonshme e piranjave. Kur ishim zyrë bashkë edhe më the po mund të fillosh punë që nesër. Ditën që zoti autor mori në telefon. Kur pash që emisioni Piranjat ishte vërtet zëri i shqiptarëve. Kur do ikësh nga këtu? Nuk e kam ndërmend. ama jo, s'du e paramenduj se du me ikë. Kur të plakëm. Kur të më ishni ju? Nuk e kam në plan për një kohë të gjatë. Kur më bien dhëmbët. Pse? Ju lodha? Ju zura derën? Me dëshirë asnjëherë. Kur do të hysh në Big Brother? Kur mos tjetë Arber Hajdari opinionist. Asnjëherë, se në Big Brother duhet të bësh ca kompromise që unë si bëj dot. Kur mos thuaj kur. Asnjëherë. Një gjë që e kam të shenjtë është privatësia dhe është gjëja e fundit që do mendoja të shkoja atje. Shumë larg. Kur të mërzitem me gjërat e bukura dhe të vërteta që janë këtu jashtë. Shpresoj mos ta përdorni këtë video në një moment të dytë. Ka ishin? Doja me thënë një gjë tjetër. Vetëm atë mos ma bëni.